Falendrimet dhe ladrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe salavat i Adonai Muhammed alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi gjitha ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim që Ramazani është muaj i mëshirës për besimtarët, është muaj i mëshirës në mesin e besimtarëve. Para se me fillu me të rejtu këtë temë, realisht e kemi planifikuar dhe kemi lejmu që prej gjuma përmanë dhe i të në ora 2 me falë Ramazanit apo për shkak kërkesave të shumta se nuk po ka hapësirë me mos i fyrin, atëra kërkesat që me fillu prej ora 1 namazin e natës. Nëse ligjëratën duhet e gjysë. Kena me li për sërit lajnë, do të ora 1, namaz natën e se një gjasë është e mirë në gjuma përma i fajtë në pleshtë. Ramazani është muaj i mëshirës dhe kjo mëshirë duhet me u theksu në çdo pore të jetës. Pejgamberi sa ka treguar që Allahu Azza wa Jall ka 100 mëshira. Një ka zbritur në tokë edhe qerti ka lënë për veti. E qatë një mëshirë që Allahu e ka zbrit në tokë, na kemi rahmet dhe mëshirë ndaj një tjetrit shpesher. Ani pse këto zemra jo në vërsu, alim se ne ka përru gjërat me të thëtë, e gjenë që mëshira, dhe thëtë, ende eksiston në mesin e muslimanët dhe kjo është prej mirësive dhe begative të Allahu Azza wa Jall. Është të vërtet që njeri me qeni mëshirshëm, nuk është diçka që, dhe thëtë, është letë mu arrit. Shumicën e rasteve të dhurohet e dijen nga Allahu Azza wa Jall, e dikush pastaj edhe me kalimin e kohës e përmëson atë. Është kërkesë fetare që të kemi mëshirë në një tjetrit, nga se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Të mëshirshmit i mëshiron Rahmani, i mëshirshmit irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë, nëse dëshironi me mëshiroj që është mishtat ka qenë Allahu Azza wa Jall. Andaj aq më i mëshirshëm ti si musliman me krijesat me rrota Allahu Azza wa Jall që janë tokë, aq më i mëshirshëm ka me qenë Allahu ndaj teje. Do vajte mëshira jote sa ka mundësi me qenë e madhe krahas mëshirës së Zotit. As pak. Andaj nuk kushton kur gjohë që me qenë mëshirshëm me njerëzit, me qenë mëshirshëm me ata që janë më të moshuar, me qenë mëshirshëm me të vegjël, me njerëzit e handicapur. Saqë në çdo krijesë që i ka dhënë nga Allah shpirt, nëse të ngon mëshirë ki mu shpirit Allahu Azza wa Jall. Para më doni një gru ka i në xhenem për shkak se ka qenë pa mëshirshme, ka qenë me zemër të ngurtë, edhe ka lidhur një mac. As nuk i ka dhënë me hungër, as e ka dhënë me hungër. As nuk i ka dhënë me pi, as e ka dhënë me pi. Për shkak se ai Allahu ka shkuar në xhenem. Aja që është bërshore e madhe, vetë se e ka pa një qenë Allahu ju dëroft, që ka pas nevojë me pi ujë. I ka dhënë përparësi qenit para vetës. Allahu e fali si shkak mirënjohës që Allahu dhe krijesave dhe e futi në xhenem. Andaj, nëse nuk e kultivon mëshirën, në këtë kujt të mëshirës, vallai vështirë është me kultivu gjatë muajve të tjerë. Andaj Allahu Azza wa Jall është mëshirues gigant, është i mëshirshëm dhe kërkon që të mëshirshëm edhe ne ndaj një tjetrit. Unë e di që tjetër është dinamike, se në mos punë që na jetojmë, fillojmë, e di që ka sprovë nga më të ndryshme, mirë po, megjithatë, mëshira nuk duhet më largu nga mesi jonë. Duhet të pas rahmet dhe mëshirë për një tjetër, nga se nëse largohet mëshira nga mesi njerëzve, e shohim që ka me humbet dhe bereqetin. Kuptohet, mëshira theksohet zakonisht, momente kur dikush gabon ndaj teje, momente kur dikush ka nevojë për ty, momente kur dikush ka nevojë për kujdesin tënde. Në këto raste mëshira bëhet dhe duhet me qenë më e theksuar dhe më e kërkuar. Ka se kur jemi shoqë mirë, kur buzëqeshëm, kur rrim bashkë, kur lozim, është natyrshme që me theksu buzëqeshje, me paraqit dashuri. Mirë po, duhet me pas këtë respekt, këtë dashuri dhe këtë buzëqeshje në momentet kur na nuk i kemi raport ndoshta jo të mira, por edhe të luftohet në raport me mesin e muslimanëve. Është vërtet që për elementeve që na vën neve që të largohet mëshira nga zemrat e tona, është edhe gjunovat e mëdha.
ose është të kush e ka të tip, si tip është i pamëshirshëm. Për shembull, njëri prej sahabëve që ka pranuar Islamin në Shtazi, edhe ka jetuar si periferik Medinës, erdha pejgamberi sa të pa që i dërguar Allahu po e puth edhe po e lënë Hasan dhe Husein një për të vetë. I tha ja Rasulullah, tha uno, tha i kon 11 djemë, 11 fëmijë. Thot, i kon bojë qëto vjetë dhe halas, nëse se kon përgdhejnë në kokë. Tha qka pa unë e fajnë që zemra jo të është po shakisu nga mëshira. Ma dhe nëse ndaj persone që tish persone jesën me të ndimu, me shërby, nuk i rahmet, dhe ti që ti e mos e me të marrë këtë dunja, nuk i rahmet, atër ndaj nuk i me pas rahmet. Pra nësë ka thënë nga mesëra, men lem jarham sabirana wa la yahtari kabirana laysa minna. Ai thënë nuk e mëshiron të voglin nga mesi jonë, fëmijën, edhe nuk e respekton plakin, nuk është pideve. Nuk është prej rrugës së Resulullah, mos respekton plakin, edhe mos me mëshiru të voglin, fëmijën. Çka është mëshira ndaj fëmijës? Është që sa e shef e përshëndet, është respekt. Që sa e shef e përdhejt bukë, sa e shef të jem diçka, respekt, mëshirë. Respekt, mëshirë në të përsysh për fëmija ka bërë diçka, me eduku, me fjallë, jo me eduku me masat të shkuse. Për shka që me thamë që e shërënjos dhe lërgone dhe shkull njëre për gjithmonë, Allah i në ujë mëshirë nga zemra e njeriut edhe mesetarët janë gjurohet. Pra më dore, qatë shumë kërcunët zemra me gjurohet tona, sa që e shumë në këtë muri që e këmë nga këtu, ka nërë bëhet ma e fort, ma e fuqishme se sa vetë muri. Për të asyja Allah a gjitha, thëmë me kaset kulubu këmi badi dhalike, fejje kelli hijabati au e shëndu kasua. Tha atyre ju kanë ngursu zemrat, sikur se guri, bide edhe ma të forta se guri. Andaj njëri që po është se më gurë, njëri që është vetjak, njëri që është i tartë, thot pollët e na, si pritet për ati me pas rahmet, edhe si pritet rahmet me pas mëshirë për ti. Pra i mëshirës me e pleshka është një përsysht edhe, kur për shembull, je duke shku rrugës për të shpia. Ose je qatë me plakën, ose nuk e ki qatë dheqë. Edhe shef që një plak është nga rëpun. Mëshirë nga i ti është me marë dhe me i diku, nëse ki mërësi dhe ku. Leshën se ma po është të rëmën që ti ki mëshirë ki rahmet. Sukusa e plaka e rëdike, që pejgamberi e marë rrugës, edhe e është të mosh, nga të kishë pasu musullën dhe mudhën, edhe i të ku edhe i ndimoj me barë diçka, edhe e qoj tek familja e saj. E që të rrugës i ka folë për shembull fjallë për Muhammed e zëmë, a kjo ka që vega zëmë akështë. I ka folë fjallë të mira, se shtu pra ndi plaka. A që ki që po folë kesh për të që ki, do të e ka ndimu, dhe i ka ndimu asoj me që gjëratë. Gjithashtu, prej mëshirës, ndaj fëmijëve është mos me i garbu shumë. Për shembull në kohën e sudit, fëmija qash shumë ka libra, me hinë doktoraturë libra ka libra qashtu. Veç për t'i shofe fëmija librët, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, të merrohet. Edhe pastaj shtoja qanta është ma madhe se fëmija. Ka ne për t'i shofe të fëmijë shku në shkollë, ma madhe qanta se trupi fëmijës. Shqyëquaj se të gjë libra për të gjë të gjitha të qantë. Ku është rahmeti mëshira? Pastaj rahmeti edhe mëshira është me udhëzu dikën që ka humbur rrugën. Kjo është mëshirë dhe që ti e shfaq. Me e udhëzu dikën dhe me i thonë që kine jo shumë. Mos më njëri me tjakë. Pastaj mëshirë dhe rahmet është me përdhejnë kokën e jetimit. Se të mos në Ramazan dhe në Bajram. Nëse ajo është periun nga baba i ti, ose nga nana e ti, atër nga të mëndje se nëncuas në sajnë dhe ti. Nëse ajo cili për kujdesit për ta dhe përdhejnë kokën e jetimit, ka me qenë, në thotë në gjithisë në pika besra. Ka një jere, i ka thoja Rasulullah, e kom një halë një brejnë. I ta pika besra më shfar kje, tha e ndje që më ka po zemër e guri. Qa të bojnë t'i shka, ta ledhatoj këtë zemë, ta përpisoj, i tha pejgamberi për të dhele kokën e jetë.
Gjithashtu, prej gjërave që e largojnë mëshirën është edhe mburja, pa nevojë, me mbur para tjetër që nuk ka, me mbur para të në ras, me mbur para ti që ka pak ma pak se ti. Jo në gjërë që të regojnë që rahmetit dhe mëshira nga trupi i finalit apo alanit është largu pak mëse në tërsi. Në gjithashtu ka thënë djetarët, a i cili ngohet në ushqim, shumicin në rasë në është një oferik, qoftë nga ana pozitive apo qoftë edhe nga ana negative. Edhe ky njeri nxiton në gjykim, nxiton në të folur, nxiton në veprim. A dhe e dim që التهلي من الله والعجلة من الشيطان. Ngutia është për shejtanin, amaturia është nga Allahu azza wa jall. Dhe normalisht ngutia është e ndaluar fetarisht përveç në 3 raste. Njëri prej rasteve është, do thotë, kur vdes xhenazi me dhavros sa më shpejt. Të rastë ndodh, kanë shku djemë në gurbet, edhe e thinë dhe më dhe se nërë është ma qërë. I shumë a bërë më mirë. A për të hane se baba s'është mirë të shka. Bërë më mirë. Kur ndese hajte me se e dish, mos nga përni me vërë mos pa armone. Jo të në marë, mos du të 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 shtyje. As të gjenazë të në marë. E le mu me shtyj baba me nuk për një dhe ty dy, se të ka për baba me mund baba para se me shti dhe ja. Asa ke qohë, se që le dirën, asë në zë baba. Andaj, ngutia është e domosdoshme rastë të tillë. E dyta është kur hyn djali në moshën kur ka nevojë për grua ose grua për burr, mos më jashty do të afatin e martesës. Gjithashtu mëshira që duhet ta pas muslimani është ndaj atyre që i kanë në mbikëqyrje. Ndaj atyre që ajo shefi për ta. Për shembull, prindi me pas rahmet për anëtarët e familjes, ajo është që udhëheq. Alim se në dësha raste, të shtonë kjo udhëheqja dhe s'ka udhëheqje, po shumicën raste përgjithësia është mbi prindin. Për të arsye nuk është letë është mua po, ama më marë emrin, prind nuk është letë. Allah i nërru se dhe kafshë të lindin, me gjitha kafshë metët. Andaj i cili, apo atë të cilin Allah ka fërëzun dhe të me marë me këtë kuptimin e fjallën prind, bravo, nari, që me i marë përgjësim në bisumet e lërve. Gjithashtu mëshira të mund të shfaqet edhe nga pronarët, nga udhëheqësit që kanë në udhëheqjen e tyre punëtor, kanë në udhëheqjen e tyre njerëz që i mbikëqyrin ata dhe punojnë për ta. Dhe normalisht duhet të pas rahmet dhe mëshirë për ta, sidomos në Ramazan, sidomos në pambushtella, sidomos në për vete ku njerëzit punojnë jashtë publik, apo në për vete ku kanë nxehtësi të mëdha, apo nuk ka shushlak në shahimi i kaushve, ose tash kanë dalë metodet, apo në për vete ku prodhohen me të mëdha kaush, si firma të ndryshme, me pas rahmet për punëtorin, mos i bëj presion shumë. Është vërtet që duhet të punojë. E ka farë të mundu me produkur është ma i dopt. Diken ma shumë e ka mundu sufir, dikur s'ka mundu më shumë sufir. Andaj me shfarë rahmet dhe mëshirë, mërë që ka mundu i ka mesra. Për të dikur Allahut, o Zot jemë, kush do që mërë në një përgjësin nga përgjësin e pasuës dhe të mjetë dhe e rëndojë ato, rëndojë e gjenje të ditë në gjykimit. E kush mërë në një përgjësin nga përgjësin e pasuës dhe të mjetë dhe i a letëson atyre, letësoj ato në gjykimit. Për shembull, ata që punojnë kufi, e shohin që ka ballallak, me shpejtu procedurën pak, kjo është rahmet. Ata që punojnë në dorëzinë e dokumentave, pasaportave, në teleftima, e shohin që ka ballallak po, me shpejtu procedurën pak. Ose me humb pauzën pak. Kjo është rahmet. Pastaj më lëshu rendin, më ul në një vend plak, më ul në një vend gruaja shtatzar, më ul në një vend njeri i smut. Mi rrëmë për pasit e tjerëve, se s'ka nevojë neve me në kalcu, Evropa që nëse njëri duke bëjt për dokumenta, gruja që është të azërë ka për pasit, pëse mëratë me në kalcu neve? Neve i s'dam në kalcu të mundë. Musaja a.s. i ka pa 2 vajzët e shuajmi. Edhe ka pa që 2 vajzët dërshme të reja
s'ke ju me qosh me pas prita të vajza, kishin mjetë pa pushuj. Po Musaj e zërë nga mshira që e ka pas mrena, i ka mora të farë, pjatët apo, shishe që ka pas, edhe i ka shty 2 djemë të ka fillu me avu shkirë. Edhe kër i ka push kantët, kanë qenë shumë. Ato i thamë faleminderit, vetëm në deri na i qojë. Tha, veç që të kalzoni ka këni shpirë, unë e o që në shpirë. Rahmet mëshirë, që du të shpash me një tjetërin, dhe kjo ka qenë shumë e theksume. Në kone, a Rasulullah s.a.s. Ata ka pas rahmet dhe mëshirë momente ma kritika o vazni. Momente ma delikate, e dini rastin në beteri. Për ka qenë të kërgos aposin 7 ushtarë. O flasë për lërgosin me gjenit të nëtë kritike, për jetë. Edhe për ka orë mua me shurbi ujë. Ka thonë mjeku se tash më plakët ka fillu më u përmisua dhe të nutët ushtarë dhe plakosën mbi ujë. Ka orë dhe ushtarë i morë ka thonë pa vjetë, morë e ma shumë e qetëri. A i qetëri. Kur ka shku dhe i fundit, kështë të përë, ka orë dhe i pari kështë dhe, i dy kështë dhe, 17 vura kanë dhe, të i do për pasyve qetëri. Mshira, Rahmeti tjetër është, ka orë dhe kushtë e sahabët edhe, i ka punu se me ka, vërat. Ose se dhe ka të rëndopët së që më thone. Edhe kër e ka punu, i ka thonën, mjaftë kam, a i bëhë jemë qësh ka tunë të kone me ma shumë, ati qojë. Ose me në unia qojë, ose qojë ati me në rëndopët. Ka qenë sheshëm në një tjetër, dhe nuk kanë tentu asë njerë dhe asë tentu që me shkjerë, të thotë një tjetër e gjëra të tyre. Gjithashtu, mshira që duhet me pas kleriku fetarë, hoxha apo prisi të dorë në njerëzve. Pejgamberi se sa që i ka qu hafëzdarët, imamët, i dërgura Allahut, i ka këshilu, ka mund kini kujtë se kini për mas juve grapë, leqë, thmi, njerëzve, të dikepumbe, nevojët me qanta. Kini mas vete, të dhëtë njerëz të smut, a dhe kini kujtës. Në sahabët si qëta që pejgamberi me ka qëpër shuvadit, është e ka qumë një falë në një nga gjamit namazët në hatme, po filat ravit, edhe po atë e ka zbat pak si shumë. Nju i pijamatët, së ne ka mojtë abdesin, edhe ka dalë jashtë. Edhe 2 herë ka përsërit to. Kur e ka përsërit 2 herë, ka fillu gjamatë në shushit, finali piljen gjysë ravit, me subohen letë në nafik. Ata dhe jenë lojë këti njeri dhe këti njeri unë di, a mos në të qkeqe. Edhe këti njeri prej shtëpijës konde gjamëte shpia për jamezra. Tha ja Rasulullah, kumra në halë me gjematët e me imamit tonë. I tha pse, po tha kime zgorë shumë në bazin, s'po kime më krasë të më të ravit. Edhe unë s'po më mojta pëtezin ka shumë, edhe më talë gjysë. Thot, po më akuzojnë njerën si munafik me le namazin gjysë. Tha për janë me zërmirë, pa përsonë me sonë në shkonë. I të bëja Allahu së të dhe shkonë të imami vetë. Shkonë të madhi, e fëtë në në një morën. Unë të kumë qua që një falë njëzë në mazën, atë një pravu imanit besimit. Unë e përveti kom që me falë rabit më atme. Me përveti e disë që shumë që matin. E të të kalëzu rahmet për juve. Së mu e me ju pejmu ju, apo me ju i uzër punktu. Të du të në pasë rahmet, pa dhe jo me falë turnu. Asë me shtërëmu shumë, ama asë me qule. Gjitha këtë mëshira që du me peqenë prezent e vartimisht është mëshira që du të pasë edhe të primi, ka që e blabit vetë. Mos me ngarku e blabit, ma shumë se edhe që të zbojë. Edhe e fundit është mëshira ndaj kafshë. Kjo fej është e përkryrë dhe e përsosu. Edhe ndaj kafshë Islamin e ka obligu që të kemi mëshirë. Mos me ngarku ma shumë kafshën se që ka mundësi. Shti kena po mjetë traktora, verbusona, kultivatora, mashallah. Për para, u bon kiamet në bon bulicë, u bon kiamet në bon lëmë, u bon lëmë. Se e ka në zirë në dyrën, në shumë Allah e ka fora të njërës, se s'kam pas mundësi dhe si të qëtër. Andaj të jemi mëshirë shumë, dhe një qëtër se Islami me rësme mëshirës, edhe dhe jemi në muajnë mëshirës pra muajnë Ramazanë. Zotë në paronë të që në kalu, ato që kam beta, Allah në fasof, të rejtë mësmiru, alhamdulillah,